Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se erdhët në emisionin Ma Shumë Se Llaf. Kam kënaqësi që edhe sot po takohemi bashkë, po shpresoj që kemi me kalu qaste të mira. Sot e komendume bashkëbisedu me juve për një ndjenjë, do të flasim për faljen. Kom konsideru që është më rëndësi për faktin që në vazhdimsi prej fillimit të muajit të shenjtë Ramazanit deri sot kemi kërku falje prej Zotit. Zatën edhe duaja ose lutja e preferuar edhe ditëshit të fundit, sepse kur e kanë pyet Aishën radiallahu anhu, do me thonë, në fakt, Aisha radiallahu anhu e ka pyet pejgamberin alayhis salam se cila është lutja që nëse zë natën e Kadrit ta përsëris që atë lutje, ai i ka thënë: O Zot, ti je falës e do faljen, na fal neve. Do me thonë, të gjithë ne e kemi pas synim të arrim faljen e Zotit, të falemi e të mëshirohemi prej tij. Por në anën tjetër, sa ne si njerëz jemi të gatshëm t'i falim njerëzit të cilët kanë gabuar në raport me neve. Do më thonë, për këtë temë kemi me diskutu inshallah bashkarisht, sepse është shumë e rëndësishme për faktin që falja i pastron zemrat, jep qetësi shpirtërore, i rregullon raportet me të tjerët, mban urat e komunikimit, e tjera. Në anën tjetër, mungesa e faljes është e kundërta. I ngurtson zemrat, shkakton ankth, mërzi, stres, ka gjasa më t'lan pa gjumë gjithë natën, i shkatron urat e komunikimit, edhe krijon konflikte ose probleme shoqërore. Prandaj kom konsideru që sot në emisionin Ma Shumë Se Llaf, duke qenë se kemi kërku në vazhdimsi, do më thonë prej Zotit më na fal, të shohim ne sa kemi qenë në gjendje t'u afalim njerëzve të tjerë gabimet që i kanë bërë karshi neve. Falja është harmoni për shpirtin, falja i shëron plagët. Falja jep qetësi. Falja është qelsi i mirësive të kësaj jete. Do me thonë, është diçka që ai që ka aftësi edhe ka mundësi me e dhanë prej vetes. Ne e dim që Zoti fal pa kufi, është i mëshirshëm. E pse ne të bëhemi prej atyre që vendosin kufi për mos me i fal të tjerët, kur është çështja nëse ata kanë gabuar diçka në raport me neve. Të dashur shikues, tashmë dini që emisioni është i drejtë për drejtë, ju mund të bëheni pjesë duke telefonuar në 046 220022, numrin e telefonit e keni në ekran. Përveç që transmetohet prej valve të Radio Televizionit Iliria, gjithashtu transmetohet edhe nga kanali i YouTube-s i Televizionit Iliria RTI Shqip. Prandaj të dashur shikues, sot elhamdulillah Zoti e ka lehtësuar që ne të mund të lidhemi me të gjithë dëgjuesit anë kënd globit, kudo që ata jetojnë, kudo që ata veprojnë, edhe të bashkëbisedojmë e të ndajmë përvoja me njëri tjetrin, e sot në emisionin Ma Shumë Se Llaf, do më thonë të ndajmë përvojat për faljen. Sa kemi falur ne gjatë jetës, sa jemi falur ne prej të tjerve gjatë jetës tonë, si ka ndikuar falja në aspektin tonë shpirtëror ose në raportin me të tjerët, e tjera, të gjitha këto do të kemi mundësi të i ndajmë bashkarisht. Sepse falja të dashur shikues është një proces kur ne lëvizim përtej vetvetes, kur ne lëvizim nga ndjenjat negative që na kanë kriju, edhe e zgjedhim ato me i lënë pas vetës e më përqendru në një pozitivitet edhe në një paqe shpirtërore. Prandaj është me rëndësi të flasim për faljen, doket që është një diçka e vogël, një diçka që ndoshta nuk qënë shumë pesh, por më besoni që është qelsi i rregullimit të marrëdhënieve shoqërore. Prandaj sado që duket ndoshta që nuk peshon shumë si temë, megjithatë kemi shumë nevojë të flasim për tema të tilla që në sy tonë duken të vogla, por që realisht mbrapa atyre është çdo rrjedh ose çdo ngjarje shoqërore. Të dashur shikues, jemi dëshmitar të frustrimeve të mëdha me të cilat ne si popull po përballemi, ndërkohë që historikisht e kemi pas traditë me e fal njëri tjetrin. Ne jemi dëshmitar, domethënë që në periudhën e para luftës sa ka qenë si vlerë shoqërore falja. Deri në atë mas sa njerëzit janë mobilizu, kanë marrë iniciativa, kanë organizuar tubime madhështore, duke u bazuar, do me thonë, në arritjen e faljes. Sepse, kur njerëzit e falin njëri tjetrin, kur njerëzit e kanë atë altruizmin për me qenë mirë me të tjerët, ata mandej i fuqizojnë edhe lidhjet me njëri tjetrin.
në kohën e paraluftës e kemi pas shumë të nevojshme, të patjetërsueshme me qenë bashkarisht, sepse kemi pas një armik të përbashkët, që kanë qenë serbët. Por sot, ndoshta pse nuk e kemi një armik të dukshëm, po mendoj, i cili është rrezik potencial, në fakt armiqt vazhdojnë me qenë, por intensiteti është i ulët, edhe ne jemi në një rahati, sikur kemi fillu me qenë armiqt njëri tjetrit. Nuk i falim ndoshta as veprimet më të vogla që dikush i ka bërë kaq neve. E krejt kjo po ndikon që ne me e pas një shoqëri të frustruar, me pas gjenerata të revoltuara, mos me mri me pas raporte të mira me njëri tjetrin. E krejt kjo pa dyshim që është diçka jo e mirë për gjithë neve. Nuk kemi nevojë të shkojmë nga individualizmi, diçka që është rreshtu e gjithë bota. Është e pashmangshme, natyrisht, sepse kur u thon krejt globi, në një diçka është e pamundur, domethënë me u nda vetëm ne si shoqëri, por megjithatë, nëse ne kemi mundësi të kontribuojmë që ta ruajmë solidaritetin shoqëror, që t'i ruajmë marrëdhëniet shoqërore, që ta ruajmë traditën tonë që e kemi dashur njëri tjetrin, e kemi mbështet njëri tjetrin, kemi qenë aty sa herë që ata kanë pas nevojë, pse duhet këtë vlerë shoqërore me elan, me na ushu në mënyrë të pavetdijshme. Prandaj dashta me potencu mobilizimin për faljen e gjaqeve. Shqiptarët i kanë pas zemrën e madhe gjithmonë, pavarësisht që edhe ata kanë bërë gabime. Po mendoj në këtë raport, megjithatë të gjithëve sigurt, veçmas gjeneratave tona ju kujtohet pajtimi i gjaqeve. Ka qenë diçka madhështore. Ke pa njerëz nga qoshe të ndryshme të Kosovës që janë mbledhur bashk me të vetmin qëllim ta falin gjakun e njëri tjetrit. Edhe nuk ka qenë diçka e thjeshtë, nuk ka qenë vetëm fjalë, nuk ka qenë ndonjë vepër e vogël, ka qenë pyetje vrasja. Megjithatë, për hatër të Zotit, edhe për hatër që me pas një shoqëri të lidhun, shqiptarët e kanë falë njëri tjetrin. E ne sot në emisionin Ma Shumë Se Llaf lutim Zotin që gjithë ata që kanë kontribuar në pajtimin e gjaqeve, ti mëshiroj, ti fal, edhe t'u shpërblej me shpërblimin më të madh, duke qenë se ka qenë një diçka që ne si popull duhet të krenohemi. Mua tash më kujtu një personalitet që në fakt ndoshta jo shumë herë përmendet, që ka kontribuar shumë në pajtimin e gjaqeve, ka qenë Hoxha Idris Kokruki, inshallah Zoti e ka mëshiru, ka qenë një hoxh që ka pas shumë vlera të larta njerëzore, që ka qenë shumë aktiv në pajtimin e gjaqeve, qaq sa mu si fëmijë kur më kujtohen fjalimet që i kam bajt, ka qenë e pamundur një shpirt njeriu mas gjithë atyre fjalëve dhe gjithë atij motivi që e ka përcjell përmes fjalëve të tij, mos me u mobilizu edhe me e shtri dorën e pajtimit. Prandaj të dashur shikues, sot po kam dëshirë që gjithë ne bashkarisht t'i pastrojmë zemrat tona. T'i falim ata që kanë bërë diçka gabim në raport me neve. T'i falim ata që kanë folur diçka për neve edhe në mungesë të pranisë tonë. T'i falim ata që na kanë lëndu në mënyrë të vëdijshme ose të pavedijshme. Dhe gjithashtu të kërkojmë falje prej gjithë atyre që kemi mujt gjatë rrugtimit të jetës me i lëndu. Sepse vetëm kështu do të arrijmë paqe me veten tonë, do të arrijmë paqe me të tjerët, edhe do të flejmë ndoshta më rahat kur të shtrihemi në shtrat. I presim telefonatat tuaja në 046 22 0022 ose edhe përvojat që i keni me faljen t'i shkruani në po të njëjtin numër, por në Viber. I falenderoj të gjitha ata që na kanë mbështetur deri tash në këtë rrugtim të këtij emisioni. I falenderoj edhe për faktin që na kanë përgëzuar për temat që po i zgjedhim me i trajtu, e që gjithmonë po mendoj që ka me qenë, domethënë kjo synimi jam kryesor, me trajtu tema që janë të kapshme, që na godasin drejt për drejt anën shpirtërore ose anën tonë materiale, që na i ruajnë raportet me njerëzit tonë të dashur, sepse të dashur shikues njeriu është e pamundur me jetu vetë në jetën e kësaj bote. Njeriu gjithmonë ka me qenë pjesë e grupit. Jeta e tij në vetmi është vetëm në mitrën e nënës. Në momentin kur shkëputet nga kordoni dhe kur e fillon rrugtimin e jetës, ai gjithsesi që ka me qenë pjesë e grupit. Prej institucionit të parë, që është familja, bërthama e shoqërisë, aty ku përkunden ndjenjat, emocionet,
e ti, aty ku gjen shtrat për jetën, aty ku mobilizohet, ku aftësohet për jetë, e deri tek grupi moshatarve, mandej tek shkolla, edhe tek shoqëria në përgjithësi. Njeri është e pamundur të jetojë dhe të veprojë vetë gjatë jetës, ka në vazhdimsi nevojë të ndërveprojë me të tjerët, sepse ne jemi krijuar për të bashkëvepruar me njëri tjetrin. Të mos harrojmë me përmend që Ademi a.s. është krijuar në xhenet, por edhe përkundër gjitha mrekullive që kanë rrethu në xhenet, megjithatë ka pas nevojë për një qenie njerëzore me cilën ndërvepron, me cilën krijon kontakte, me cilën i ndan momentet e mira. Prandaj edhe për neve është e pamundur që ta jetojmë jetën vet. Kështu që është shumë e rëndësishme të falim njerëzit. Nuk ka mundësi gjatë jetës, gjatë rrugës, jetës dikush mos me gabu në raport me ty, po në anën tjetër nuk ka mundësi që edhe ne të mos gabojmë ndaj njerëzve të tjerë, sepse fundja jemi qenie njerëzore. Edhe përderisa je qenie njerëzore, nuk mundesh gjithmonë me e pas një të shprehna në gjuhën popullore, një kanar me cilin i mat fjalët, po as veprat. Prandaj është e pamundur me qenë gjithmonë verzioni ideal dhe mos me e lëndu kur askënd ose mos me u lëndu kur prej askujt. Personalisht kam shumë dëshirë me i fal njerëzit, veç mas në muajin e shajt Ramazanit, po në anën tjetër më frymëzon shumë edhe një rast, një histori që e ka tregu, domethënë pejgamberi alayhis salam, për një njeri që e ka parë në ëndër që është në xhenet, në gradat më të larta të xhenetit, dhe bëhet shumë kurioz me ditë se cila është vepra që ai e bën në vazhdimsi e që meriton krejt këtë shpërblim prej Zotit. Edhe njëri prej sahabëve vendos me shku me flajt, domethënë me kalu net tek ai edhe me kalu kohë, duke qenë se është kaq i vlerësuar vepra e tij të shohim se çka po bën, sepse në përditshmëri nuk është se ka pas diçka që i zhdasht me u vlerësu deri në atë mos, domethënë ka qenë njëri i zakonshëm, as nuk është që ka qenë shumë sadakadhënës, as nuk është që ka bërë diçka që ti më mendu, ua, ky është me të vërtetë dikush që duhet me u vlerësu. Prandaj don me shku me e kalu natën me pa gjatë natës çka po bën. Shko natën e parë është fal Yacin, i kryen farzat e Zotit edhe bjen me flajt. Kur gjëja është zakonshme. Ditën e dytë bjen me flajt, prap njëjtë, tretën fund vendos me pyet, të më fal. Çka ka thot ti që bën diçka të veçantë me cilën e meriton gjithë këtë vlerësim prej anës Zotit? Thot, jo, s'po më kujtohet. Nuk e di që bëj diçka, thot. I përfundoj ato obligime që i kemi dhe vazhdoj tutje. Nuk ka mundësi. Mendoho. Edhe fillon pak me meditu, thot, jo, vesh një diçka, thot, në qoftë se ndoshta, kjo po vlerësohet thot më shumë prej Zotit, çka thot, gjithmonë kur e vendosi kokën në jastak, thot, vesh të shoh kush po shënon. Më falni. Thot, çdo herë kur e vendosi kokën në jastak për me flajt, thom, o Zot, fale secilin njeri që ka gabu diçka në raport me mu. O Zot, mos u bën mu asnjëherë shkak që dikush me u dënu për mu në botën tjetër. Edhe, domethënë, kjo ka qenë ai tregimi që mu gjithmonë më motivon, edhe thon pavarësisht çka njeriu ka afër vetës, me një veprim shumë të vogël, kur shtrihet në gjumë, me një lutje që e bën, që në anën tjetër domethënë e pastron shpirtin e vet, ndërgjegjen e vet, po edhe po përfiton jashtëzakonisht shumë prej Zotit. Kështu që i ka rrugët e hapura, prandaj të dashur shikues, edhe shkencëtarisht është e vërtetuar që nëse ne nuk i falim njerëzit kur ata kanë gabu diçka, nëse ne e mbajmë brenda vetes atë inati, atë nervoz, atë frustrim, vetëm sa shkon e rritet doza, fillon dikur dëshira për hakmarrje, ai ka vepru kështu në raport me mu, edhe unë kam vepru kështu, domethënë fillojnë me të u varku, edhe kjo është presion psiqik, është ngarkesë e shëndetit mendor, ndikon negativisht domethënë në brendësin tonë, në mendësin tonë, në shpirtin tonë. A kemi nevojë me i bardh krejt këto ngarkesa? Edhe në anën tjetër prap më na mungu ai vlerësimi prej Zotit për faljen? Jo, nuk kemi nevojë. Me një fjalë që ne e themi prej gojës,
është çlirim emocional, është diçka që po vlerësohet prej Zotit, diçka që po t'i ruan raportet me të tjerët, sepse ti në momentin kur i fal më nuk e ke të njëjtën dozë të inatit, prandaj ndihesh shumë qetë edhe ndihesh shumë rahat. E kemi telefonuesin e parë për sonte, e presim. Presim disa sekonda derisa ta kemi telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se ju gjejmë. Përshëndetje edhe për juve. Shpresojmë të jeni mirë këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Faleminderit shumë. Zoti t'i pranoftë të gjitha lutjet. Çu shpe kalon sot? Mirë, alhamdulillah, mirë, faleminderit. Kush po na Juve si telefonon? jeni? Kush po na telefonon? Jam Erita nga komuna e Drenasit. Merita, faleminderit që po telefonon. Faleminderit edhe juve, se na kënaqët me temat qëllume. Faleminderit shumë. Merita, çysh jeti në raport me faljen? Me faljet, më falë Zoti. Amin inshallah. Këto në vazhdimsi po e kërkojmë gjithë. Po sa po jemi na të gatshëm me i fal mandej njerëzit. Po. Jo kënaqshëm. Pse, çka po të pengon me i fal njerëzit? Jo, po menaj, mi fal njerëzit. A di që, çka më pengon, unë i fali njerëzit, por njerëzit asnjëherë ma nuk mujnë më kthy, kur më lëndojnë më kthy në pozicionin që kanë qenë. Merita, kjo konsideroj që është natyrshmëri. Do thotë, e kujtoj gjithmonë një fjalë turp kur thotë, unë të fali, po mi ke thy kratë dhe s'muj me të përqafu ma. A qëndron gjithmonë kjo në varet edhe pi dozës lëndimit? Po, sigurisht. Do të thotë, diçka e kam kështu princip të jetës me njerëzit që i kam njerëz të shpirtit, gjithmonë përpiqna me folje para edhe kur se gjithmonë njerëzit ndodh që nga njëherë të cikrohemi me fjalë ose diçka mirë, po e kam princip të jetës me njerëzit e shpirtit gjithmonë jam e para ajo që thej akullin. Kjo është diçka që me të vërtet duhet me u vlerësu. Ndërsa me njerëzit të cilët do të thotë e thoj pak më herët varet për shkollës së lëndimit. Për shembull, nëse është një lëndim që konsideroj të jetë një thyrje fjalës ose diçka, do të thotë janë të zakonshme i fali. Mirë, por kur kalon në ai ekstremi, do të thotë kur më rrite ajo pika e kuqe, do të thotë unë i falje, se unë nuk jam sot me mu hap mirë. Mirë, po realisht ata njerëz nuk ekzistojnë për mu. Nuk menoj me mu hak marë asnjëherë nuk menoj mu hak marë. I hjeki komplet i fshi për jetës edhe do të thotë s'ka këthema. E nëse ata janë njerëz të afër me të cilët e ki patjetër me kriju raporte dhe nuk mundesh me i shkëput? Atë ndodh prapë njëjta? Do të thotë nëse janë persona të cilët duhet me patjetër me kriju raporte, do të thotë nëse ata persona kanë shku deri qatë ekstremin sa mi thy raportet e mia, atëherë s'konsideroj që është me patjetër me vazhdu raportet. Natyrisht, do më thonë, kjo që ndron thyrjet shpirtërore, kur të lëndon dikush me naj dozë të madhe, janë diçka që duhet kohë për me u riparu. Nuk është rasti që edhe Zoti, do më thonë, nëse kemi gabu diçka ndaj njeriut, në botën tjetër kemi me i pas llogarit në mes vete. Do më thonë, nuk i falë Zoti nëse ne kemi lëndu dikon derisa ai njeri të na falë ose të na i bëj halal që themi ne muslimant. Prandaj është ma dëshirë kisha pas që me koni lëndume se sa me lëndu dikan. Sinqerisht. Shumë ma letë kisha përballu mu më lëndu dikush se sa me pas barën e ndërgjegjes që me lëndu dikan edhe më mbrin ndërgjegja ato një jetën. Atë ka ndodhë me lëndu edhe ty njerës? Urna? Atë ka ndodhë ty me lëndu njerës, po thëmë? Në është ta na i herën të përvëdishme. Po. Nëse i kam lëndu pa dashje, kum nale, kum analizu, edhe kum po gabimin tem gjithmonë kum kërku falje. Edhe falje shumë të sinqert. Mirë po, kur më kanë lëndu njerëzit të thotë realisht nuk e kum marrë atë faljen.
edhe pse e kom prit faljen, e kom prit më kërku falje, ata kanë qenë qas si tipa që leqës kanë kërku falje, po kanë di që s'kan bo asgjë për me kërku falje. E pa kërku falje njeri, qysh mundesh me falë? Feks, kjo është një gabim që njerëzit në vazhdimsi e bojnë. Do më thonë, nuk është gjithmonë në mënyra që shte përjeton një çështje ose një fjalë, detyrimisht edhe mënyra që përjeton tjetri që atë fjalë. Nështë ta për ty është një diçka që ndoket shumë e thjeshtë, e zakonshme. Te dikush doket e zakonshme, po te dikush shkakton plagë ose shkakton dhimbje të cilat nuk mundesh mi përballu. Dikush nështë po feks qëndron pa gjumë gjithë natën për atë fjalë që e ke thonë. Pra ndajnë këtë muaj të mshirës, ju bëj thirrje të gjithëve që po na ndjekin, ta falin njëri tjetrin, edhe të bëhemi sikuraj njeriu i mirë që kur ka ra me flajt e ka lut Zotin o Zot, për shkak të amin mos e dëno askënd këtë jetë, ose mos e merr më Fix. Do të thotë, one shoh njerëz për shembull, njerëzit kur lëndohen që e mallkojnë tjetrin ose diçka. Asnjëherë nuk kam dëshirë me mallku tjetrin. Përkundrazi, kam dëshirë që Zoti më mi plotësu dëshirat, urimet për veten, jo më mi plotësu dëshirën nëse mallkoj dikon tjetër. Inshallah Zoti na fal, na mëshiron, e po shpresoj shumë që na falin edhe gjithë ata që kemi gabu. Me beso gone, unë jam mësimdhënëse, edhe ka shumë herë që nuk merr gjume kur bi me fjet, më kujtohet një nxënës për shembull që ka nejti zëm gjatë orës të mësimit, edhe kur kthehena në shtëpi tha mos Zot, falim qysh nuk shkova, edhe m'ju ofru me ditë çka pa ai nxënës që ken në çat gjendje. Edhe me padurim me pres nesërmen me shku m'ju ofru edhe me pop cila është burimi i mërzis ti ose çka muj me ndihmu në ati. Me qenë mësimdhënëse me të vërtetë është diçka që është shumë profesion madhështor. Mundesh me eduku ata fëmijë, ki mundësinë që the ti me reflektu, do me thonë me përvojën tane, me aftësitë tua, me ndjeshmëritë tua mbi ta, po fatkeqësisht po rritim gjenerata që nuk janë shumë të gatshëm me qenë solidar ose nështë atë lidhun me njëri tjetrin qysh kemi qenë na. Sigurisht. Kjo vrejet shumë. Nështë edhe mësimdhënësat janë harxhu pak. Kështu që po vjen shumë mirë që po dëgjoj këtë prej një mësimdhënëses. Mësimdhënia është artë edhe faktikisht një mësimdhënës i mirë nuk e nin veten të harxhum kurrë. Rita, të falenderoj shumë për telefonatën. Falenderit edhe juve për mundësinë. Zoti t'rujt. Ju përshëndes. Kalofshit sa ma mirë në këto ditë të pakta të Ramazanit sa na kanë mbet, edhe qastet mira. Falenderit se lindja ishte goxha e ngarkume, nuk kisha mundësi, ishte me pengesa mirë, po besoj që komunikuam pak a shumë. Faleminderit, nuk e di pse, po ndoshta po kanë dëshirë me telefonu. Me nda për vojat vetat. Faleminderit shumë. Shëndet, punë të mbarë dhe gjithë të mirë. Faleminderit Merita, kalofshit mirë gjithë mirat edhe për juve. Miru të gjofshim. Të dashur shikues, shkojmë në një blok të shkurt marketingu të rikthehemi prapë. Muslimanët, pavarësisht vendit ku jetojnë, praktikat jetësore i kanë të njëjta. Këtë Ramazan, në RTI, do të takohemi në lidhje direkte me shumë muslimane shqiptare që jetojnë në vende të ndryshme të botës, Kanadë, Jordani, Turqi, Riyadh, New York, Belgjik e tjerë. Ato do të na tregojnë se si është Ramazani në vendet ku ato jetojnë, si pritet iftari, syfyri, si është atmosfera e agjërimit në qytetet ku ato jetojnë, e hënë dhe e mërkur prej orës 13. Doja umrën e sponsoruar nga Way Umra këtë Ramazan, duke marrë pjesë në kuizin e diturisë. Duke testuar njohuritë juaja, do të argëtohemi pafund dhe njëkohësisht do të kemi shpërblime të shumta. Do të kemi shpërblime të ndryshme modeste çdo ditë, kurse çmimi final i kuizit në fund të Ramazanit për vetëm njërin nga ju do të jetë një umre, pra një vizitë 10 ditore në vendet e shenjta. Mos nguroni, telefononi që të testoni njohuritë juaja dhe pse jo të jeni edhe fituesi i çmimit të madh. Kuizi në RTI çdo ditë pune nga ora 15.
Të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ma Shumë Se Llaf, ku jemi drejt për drejt duke folur për rëndësinë që e ka falja për jetën e njeriut, qoftë për aspektin shpirtëror, por edhe për raportet me të tjerët, për aspektin social të saj. Ju falenderoj të gjithëve që jeni bashkë me neve e inshallah Zoti na e bën të mundur që me qenë prej atyre që i falin njerëzit të tjerë, që pranojnë falje prej të tjerëve, sepse gjatë rrugtimit të jetës është e pamundur me i ik lëndimit të dikujt ose me i ik faktit që ne mundemi me e lëndu dikan. Derisa ta kemi ndonjë telefonues, është një dëgjuese që ka shënuar prej Gjermanisë, thot selam aleikum, Allah të shpërbleft me të mirat pafundme për mundësinë që e ke kriju që si shikuese me i nda përvojat tona, edhe për motivin që me na ndëgju dikush e me nda diçka prej vetës. Personalisht thot kam tendencë të kërkoj falje shpesh thot kërkoj halalin për çdo gjë, në anën tjetër jam edhe ajo femra që fali shumë, në rast unë vynë kohë për me falë dikon, për besoj që inshallah nuk ka met dikush pa e falë. Një breng të madhe e kam, pasi që me i kërku babit tem halal për çdo gjë që i kam shkaktu. Babi kur kam qenë e re, për çdo shqetësim, nervoz, mërzi, thjesht për çdo gjë, për çdo gjë motreme kam nevojë me kërku falje babit. Elhamdulillah babi është gjallë, Allah i dhash shëndet, jetë të mirë, edhe para do mujve pata rastin me hap temën e të kalumës, edhe me zemër i thash o babi, a më fal për krejt çka të kam ba, a ma bën halal o bab për krejt çka të kam ba, më këshyri edhe më tha mos tani zanin për këto senet, kam fal shumë, më t'je ki halal prej meje. Më puthin ball atë ditë kur isha kthy nga Zvicra edhe jam mërzit tepër shumë, po jam di shumë e lumtur edhe lehtësuar prej asaj dite. Lut Allahun të na fal e të na mëshiroj, të na i zbut zemrat tona që ta falëm njëri tjetrin, të kërkojmë falje, Zoti na e mundsoft mos me i bë padrejtësi askujt e na fal për veprat tona. Ardita të gjithë njerëzit gabojnë në raport me dikën. Po edhe në raport me prindrit, veç mas në fazën e adoleshencës, është diçka që është e dukshme, unë nuk po besoj që ti ke mujt me bë diçka që është madhe për më undi që ka që shumë e thyme, po me gjithatë gabimet janë njerëzore. E njerëzit me zemra të gjëra janë ata që i falin të tjerët, prandaj unë shumë shpresoj që ky emision ka me u bë shkak që shumë njerëz me i fal ata që i kanë lënduar, tu shpresu që prej meje e tutje kanë më na fal inshallah për gabimet që i kemi bë. E presim telefonatën. Selam aleikum. Mirë se erdhët. Apo dëgjohemi? Jeni drejt për drejt në emisionin Ma Shumë Se Llaf, po flasim për një temë shpirtërore e cila është çelësi i mirësisë edhe emocionale, po edhe i raporteve me njerëzit e tjerë. Me sa duket dëgjusja është shkëput, i kërkojmë falje asaj dhe gjithë atyre që po dëshirojnë me e lidh kontakte me neve e që nuk po kanë mundësi. Një dëgjuese tjetër thotë edhe unë mundona me i fal njerëzit, po e kam shumë të vështirë, veç mas kur bojnë diçka shumë të keqen raport me mu, kur punojnë skenare veç për më lëndu, kur bojnë strategjit ndryshme për më thy zemrën edhe më nxjerr ftyrën e keqe, e ka shkruar një mesazh shumë gjatë, mundova pak me drejt, po mendoj me e kornizu. Unë shumë shpresoj mos me pas të tilla raste, se është diçka që ta ik trunin, me bas skenar për me lëndu dikën, është diçka që t'jep energji jo të mirë. E kemi edhe një telefonues, prapo shkëput? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kush po na telefonon? Unë jam Finesa. Mirë se erdhët. Faleminderit që e ke ndakuar me qenë me neve. Faleminderit shumë, jam të mundu që 20 minuta me marrë lidhjen, po me nxjerr mora tash.
Nuk e di shumë dëgjues, po kam probleme, në anën tjetër ne po kemi nevojë për telefonata. Ndoshta derisa Po jam kënaq duke ju dëgju. Faleminderit shumë. Çka është për ty falja? Po sa e dëgjova temën, është temë shumë e ndihshme me të vërtetë se unë përpara kam menduar që jam gabim pse i falin njerëzit shpejt. Ka njëherë bile i kom falë ma shpejt se që më kanë kërku falje. Halo, të e bo gavimin unë njerëz veç i kom falë. Dhe menojsha që unë diçka s'është në rregull me mu pse i fali ka shpejt njerëzit. Menojsha që jam që njëri që lëshoj pesh shumë. Masanej të lexu, të studiu dhe të ndëgju edhe këshilla edhe religjioze, po ashtu e kom pasë njerëzit që falin janë ma të lehtë se ata që nuk falin dhe është ma mirë me falë se sa me mbajt idhnimin ose ma mirë se me të hatri. Në fakt unë e kom një edhe keqardhje për njerëzit që më kanë bo në sen keq ose që më kanë lëndu. Ka njëherë më nësha mos është gabim se nështë do të me një keqardhje për vetën, jo për ata. Në fakt nuk e masha idhnimin qas me zemër. Një cilësi që të bën me reflektu shumë edhe me dash shumë. E tasha e ke kuptu që ti e verzioni më i mirë i njerit? Nuk e di, halo me Gjithë aspekt, mos jam shumë e dopt pse i falin njerëz. Edhe pajtona me atë thirrjen e parë që e boni një Merita, apo nuk e di si e pa emrin, nështë apo gaboj me emra, që tha se ma mirë është me të lëndu se sa me i lëndu të tjerë. Feks. Po do të edhe unë menoj që ashtu që me lëndu dikon është shumë zërë se njëhesh keq, njëhet keq bërësi. Do me thonë, ai personi që e bën aktin, që e bën veprimin, kurse ai që falë është ma lehtë. Edhe ai që është i lënduar ka ma lehtë se sa ai që lëndon, kështu menoj unë. Po ata që në fakt këto ndjesi nuk është që i kanë gjitha llojet e njerëzve, po mendoj gjitha personalitetet ndoshta, sepse përderisa dikush është në gjendje me lëndu edhe mos me kërku falje, ai sigurisht që ndoshta nuk po du me thonë që njihet mirë pse ka lëndu dikën, po nëse ishte një keq i kish kërku falje njerëzve. Po me pas këtë ndjeshmëri, me i falë njerëzit edhe në momentin kur janë të gabu në raport me ty, kjo është diçka që me të vërtet duhet me u vlerësu edhe të përgëzoj. A ka qenë diçka që e ke pas gjithmonë apo ke arrit gjatë jetës? Urna? Thash, a ka qenë ndjenjë, po mendoj ndjesi që e ke pas gjithmonë apo e ke mësu me kalimin e viteve? E kom pas, sidomos kur kam qenë më e re, e kom pas që unë ju kom qu për njerëzve, i kom falë, edhe njerëzve që kanë gabu ndaj meje, i kom pranu jetën tem përsëri, i kom afru, do thot nuk jom hakmar, që kjo është interesant, që unë nuk jom hakmar. Nështë këto e kom prej nanës tem, e cila kur nuk është hakmar në kërkan, edhe e kom trashëgu këtë vetit sajna. Kur kam qenë e vogël, e kom kritiku nanën tem, pse e ka falë një person caktum në jetë. Se ai person kur vi këtë na musafir, nana e me pret kesh shumë mirë. Dhe unë nervozojsha si fëmi, pse po e pret mirë, se menojsha që, nështë si fëmi u frikojsha që kam më na bo kesh prap, ose kam i bo kesh nanës tem, dhe nuk musha me kuptu nanën pse po e falë, ose pse po e pret mirë. Ani, mos i s'pi bën kesh ati personit nash, po pse po e pret mirë, i thojsha. Nana më thojke se kjo është mënyra më e mirë që ky person më boj mirë, që mos me i bo kesh këti njeri, me i bo mirë, ky njeri ma nuk bën kesh. Nështë kjo ka metë si këshill e nonës teme dhe unë e kom marë si e kom shtinë brendësi teme dhe si kom bo kesh njerëzve që më kanë bo kesh. Qëta e kom kryesorën që kur nuk ju bëj kesh atyne që më bëjnë kesh. Mirë po edhe që i fali automatikisht, kjo më ka dok njëherë një kodë dopsi e jam kom thonë pse i fali, se më kanë kesh njerëzit tjerë rreth me, më kanë thonë qysh bre pi fali, a din u çfarë njeri ti, qysh mundesh me fal. As vetë nuk e kuptojsha pse i fali, po tash vonë e kom kuptu se është brenda mirë, nuk mëj me dalë për lkurës tem, nuk mëj me dalë për natyrës tem, që nuk di me i urrejt ose me ju bo kesh njerëzve, ose me shku me ju kërku llogari. Nështë ka njëherë, kur jam ballë për ballë edhe aty për aty ndodh diçka, monona me arrit dhe të sqarimi, bile me kuptu, mos jam unë halona e sen gabim edhe u duft njeri me vepru që ashtu me mu, po kur s'kam rastin me usqaru, s'kam mos e kërkoj këtë person, as ma nuk i drejtona, as nuk mirna ma me atë person,
E harroj bile ka njëherë, po që kjo është edhe që kjo interesant që edhe harroj, që më ka bo keq. Po kjo është urtësia. Kur ti e ki një zemër të madhe me të cilin i fal të tjerët, atëherë sigurisht që ajo vjen në mënyrë të pavëdishme si shpërblim për faljen tënde që harron, sepse në momentin kur i kujton momentet e këqija, ki mundi keq. Njeri që të kujton edhe që ashtu ka me undi. Kështu që kjo është urtësia dhe begatina është ta që Zoti na jep si dhuratë për atë zemërgjërsi që e kena. Po, shumë mirë e the se nështë me të vërtet tash jam të reflektu për kësaj që e the ti. Jam të reflektu se ndoshta kjo dhe është arsyeja që unë nina rahat, se Zoti ma jep atë falëndjesin që unë absolutisht nuk e moj mërin mrena, nuk e moj hatrin, nuk e dhënona, nuk moj, që me thonë, e dhënim, edhe e harroj. Në asnjë mënyrë që ma letëson Zoti, dhe Zoti ma letëson me harru ma letë, mos më marr me atë person. Që kur ma kujton dikush, kur më thonë, a din çfarë ka bo, thëmë, zdi, po, s'pam kujtuar në detaje, vështë po bre ka bo, po e ka bo për veti, hajtë se kur që nuk është. Unë të falenderoj shumë për telefonatën, ke nda diçka shumë pozitive me neve, po shpresoj që ka me ndiku të gjitha ata që janë të në ndjek, që me qenë ata rahat me vetën, do më thonë nëse dojnë nëse i ka lëndu dikush, le t'i falin për vetën e tyre në radhë të parë, mandej edhe për ata që kanë gabu. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për mundësinë që me u kyç dhe me bisedu me juve. Gjithë mirat, mirëmbëjtje. Të dashur shikues, erdhëm në fund të emisionit më shumë se llafi, kërkojmë falje dëgjuesës tjetër që po më tregon teknika që është në linjë, përkundër dëshirës madhe për me vazhdu, kaq kemi hapësirë. Zoti ju rujt, ju pas amanet, ta falim njëri tjetrin, të treguhemi zemër butë, të treguhemi zemër gjërë. Ne në vazhdimsi kërkojmë falje prej Zotit, por t'i largojmë edhe kufit tonë në raport me të tjerët. T'i falim njerëzit, sepse vetëm duke vepruar kështu arrim të kontribojmë që shoqërinë tonë ta kemi një shoqëri me vlera, ta kemi një shoqëri që e don njëri tjetrin, ta kemi një shoqëri që i minimizon problemet me cilat po përballemi, ta kemi një shoqëri pa frustrime, të kemi njerëz të buzëqeshur rreth vetes. Prandaj të dashur shikues, falni njëri tjetrin, duajini njëri tjetrin, thuani fjalë të mira, të kontribojmë bashkarisht që në Kosovën tonë të vogël të kemi momente të mira, të kemi dashuri, të kemi pozitivitet, të dëgjojmë lajmet që na bëjnë me buzëqesh në përmediume e jo të trishtohemi sa herë që i hapim faqet e portaleve. Zoti ju rujt, agjerim të pranum, e kismet, shihemi prap në edicionin tjetër. Mirëmbëjtje.